E tani me neve do të jetë trajneri Kashqellan. Coach, very nice 30 minutes, however, you lost the energy in the fourth quarter. Congratulations to our opponent, Trepča, to reach finals. As you said, I'm glad that we with the energy above everything, we look very good in 30 minutes. It was normal thing that third game in 7 days against this good opponent, that our motivation should be bigger because we have a lot of things to improve and to prove to ourselves that we want to grow. I'm always saying to younger players or the players who are not used to spend that much time on the court, if you are not extra motivated against champions, against a couple of maybe the best players in history of Kosovo basketball, as Hajrizi or Tmušić or the others, very good players, if your motivation is not sky high, how you can improve, how you can be competitor and to expect that you grow. And I don't mention our opponents' players often, but when you see the attitude, especially of Tmušić, the way he is preparing every single game and every minute spending on the court is role model for all young Kosovo players. And this is something that I'm saying to my players a lot. And this is something that we can learn out of these games and to keep growing. Okay, at the end, I have to say it because I said it during the commentary, and to say it publicly, you got my praise for using the young players and for the minutes that you gave to them tonight. Bora is a young team and young club as well. We want to grow and we want to build, to start building with domestic players. As I mentioned before, we need to improve our base and to give a chance, but always I'm saying the biggest chance that they get is practice, working with some very good players on our team as well. So this is perfect for them if they want to live basketball 24/7 and if they truly love this game. Thank you very much. Thank you. Pra, trajneri Kashqellani po e përmbledhi ato që e tha, në 30 minuta ishit shumë të mirë, patët energji mirë, po në çerekun e 4, pra keni rënë lojë, tha po gjithsesi Trepqa e ka një skuadër të jashtëzakonshme. Jemi takuar për herë të tretë në këto 7 ditë me Trepqen, është shumë normale, duhet të jesh i motivuar për të luajtur, dhe ajo që ju kam thënë edhe lojtarëve të mi, sidomos lojtarëve vendor dhe lojtarëve të ri, që duhet të jenë super të motivuar kur luajnë kundër lojtarë ndër më të mirë në histori të basketbollit kosovar, sikurse Drilon Hajrizi dhe Mikajlet Tmušići, të cilët kundër të cilëve duhet të kenë një ekstra motiv dhe ta tregojnë veten. Dhe merr shembull Mikajlet Tmušići për punën të cilën e bën, ta e keni pas se si hyn në secilën lojë maksimalisht me energji maksimale, dhe ky është shembull të cilën duhet ta marrin edhe lojtarët e ri, të cilët kanë rastin që të punojnë dhe të stërviten edhe në ekipin ton, pra me lojtar kualitativ, dhe duhen pra të përmirësojnë kualitetin. Natyrisht e përgëzoj Trepqen për fitoren të cilën e arritin. Në fund i thash e lavdrova dhe i shpreha mirënjohjet tona, thash edhe publikisht gjatë komentimit e kanë shpreh këtë që i ka inkuadruar lojtarët e ri, dhe ai tha po, kjo është mënyra e vetme nëse dëshirojmë që të ngrisim potencialin e basketbollit kosovar, të punojmë me lojtarët vendor, mirë po edhe ata duhet ta shfrytëzojnë rastin të punojnë dhe të motivohen dhe të hinë me energji maksimale në ndeshjet në të cilat ju ipet rasti. Adhurues të basketbollit, pra Trepqa është për herë të 5 në finalet të Kupës së Kosovës, kampionja, fituesja e 4 fisht e Kupës së Kosovës, e pret Sigal Prishtinën apo Bashkimin në finalin e si vjetme. Bashkimi ka e përsi prej 16 pikëve, një skuadër e ndëgjuat edhe trajneri Beqir Agishin, po atë përmendi edhe trajneri Kashqellani, një skuadër jashtëzakonisht kualitative, se si do të jetë atë do ta mësojmë sonte me fillim nga ora 20:30 nga Pokjo Palestër, 1 tetori, Sigal Prishtina Bashkimi. Me ju në transmetim do të jetë kolegu im Andi Logja, e ju mos e ndroni adresën numër 1 të sportit në Shqiptari, Art Motion.